12-2 në favor të Vllaznisë së futsalës ka përfunduar ndeshja e luajtur mbrëmjen e së enjtes në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi kundër ekipit mysafir nga Tirana. Forcat armatosura një fitore kjo që vjen menjëherë pas asaj të regjistruar javën e kaluar në transfer duke mundur Partizanin 2-9. Serinë e golave për ekipin kuqeblu e ka hapur Denis Çokaj në minutën e dytë, i cili gjatë ecurisë së ndeshjes do gjente edhe 3 herë të tjera rrugën e rrjetës duke qenë edhe gëlshënuesi më i mirë i takimit me 4 gola. Autor të golave të tjerë për Vllaznin janë Semir Gogaj dhe Sajmir Hyseni nga 2 gola, si dhe Elsi Tafili, Djepaxhia, Messi dhe Xhoklaj nga 1. Jam më shumë i kënaqur jo me rezultatin se sa me performancën që dha ekipi, sepse kishte vlerësuar kundërshtarin dhe korrigjuar gabimet që kena bërë ndeshjen e parë në shtëpi. Jam i kënaqur me performancën kaq. Normalisht jam i kënaqur, pasi vjell pas një dëmtimi, i cili më la jashtë 2 ndeshje e parë, se nuk isha në kushtet optimale për me luajt. Si ndeshje e parë, shumë i kënaqur. Normalisht golat e rëndësi e para ka fitoria e ekipit, masanina edhe individuale jam shumë i kënaqur. Objektivat nuk nëshojnë edhe prej klubit edhe prej tonë ekipit. Jena të mobilizuar për me synu të 2 trofet. Edhe ekipi sot e tregoi performancën që i përmende. Gjatë ditës përgatitja fizike po vjen rritje, gjithë kontingjenti është mënyrën e duhur, nuk ka dëmtime. Dhe gradualisht përsoj që ti morrim neshit një mas një dhe shkojmë deri në fund noshtan me synimin e trofeve. Pas kësaj ndeshje, Vllaznia shkon në kuotën e 6 pikëve duke bashkëkryesuar me pikë të barabarta me Flamurtarin dhe Tiranën, të cilët kanë një ndeshje më pak. Për javën e 4, Vllaznia udhëton në kryeqytet për klasikën e futsallit shqiptare Tirana-Vllaznia.